Unë besoj që shumë gjëra janë vështirë të kuptueshme tani, aq më vështirë të shpjegueshme, ndoshta deri diku të përshkrueshme, por koha do të tregoj dhe atë shumë shpejt se çfarë ka qenë ky lloj plania, kjo lloj skeme, që neve të detyrohemi për zgjedhje të përsëritura në mënyrë të padrejtë e të panevojshme, madje edhe prej atyre të cilët thoshin se jo nuk i duam zgjedhjet. Ju po e shihni tash se lëvizjave të vendosje, unë si kryetare, kryeministër, jam i vetmi në fakt që nuk jam për zgjedhje të reja. Nuk jam për zgjedhje të reja. E ata të tjerët, të cilët thoshin dikur që nuk jam për zgjedhje të reja, tash janë shfaqur në një dritë tjetër.